Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me urësinë dhe mirësinë e tina, nuk ka kush që e udhëzon. Ata të cilën e udhëzon Allahu me drejtsinë dhe mirësinë e tina, nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tina, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të marrim ta komentojmë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pothuajse i ngjashëm në fillim me ato dy hadithe të cilat i kemi komentuar në ligjëratat e kaluara. E kam fjalën se flet prap për tre persona, ka se transmeton Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se tre persona Allahu azza wa jall as nuk do t'ju flet, as nuk do t'i pastron, as nuk do t'i shikon, e për ta ka përgatitur një dëdhim të dhimbshëm, edhe këtë fjalë e ka përmend 3 herë këtë fjali. Edhe Abu Dharri, pasi që po e dëgjon këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po e përsërit 3 herë, thot kush janë ata ja Rasulullah, khabu wa khasiru, të humbur qofshin dhe u shkatrofshin ata të njerëz të tillë për sa të jetu ke folë, kush janë ata? Edhe ka cek, domethënë el musbilu izarahu, ai që i mon teshat në rrezik kamës, el mannanu, ai i cili ja përmend njerëzve të mirat që ju ka bë, edhe el munfiq sil'atan bi halif el kadhib apo el fajir, ai i cili i shet mallin, i shet gjërat duke u betu, domethënë rrajshëm. Këtë hadith me lejen e Allahut azza wa jall do të mundohem me komentuar sonte, edhe pse thash është i ngjashëm me ato hadithet, dhe më thonë që e keni cek në 2 ligjëratat e kaluara se po flet për 3 persona, edhe pse nuk është fjala mënyrë individuale për 3 persona, mirë po është për 3 lloje të njerëzve, të cilët nëse rastësisht fatkeqësisht i kanë këto mëkate, unë zot kam me qenë dënimi për ta. Vetëm nëse dën Allahu azza wa jall me i fal. Kjo e para, e dyta e kemi cekur në ligjëratat e kaluara se kjo me i përkufizu gjërat me numra ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 persona, 7 persona e kështu me radhë, edhe thjesht është një prej metodave, një formave që edhe e bën atë që dëgjon me i mësu senat dhe me i kap edhe me i majt përmensh ma let, mirë po edhe e dyta, kur t'i thu një njeriu 3 persona, realisht mja të rjek vëmendjen ma shumë që me dit edhe me dasht me dit se kush janë ata persona. Pra kjo është një prej forma që e ka përdorur shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këshillat e tij, ndërsa sa i përket atë se Allahu azza wa jall nuk i flet, nuk i pastron, nuk i shikon, përkundrazi për ta ka përgatitur një dëdhim të dhimbshëm. Këtë e kemi trajtuar në hadithin e parë për atë 2 javë, kur kemi thonë se nuk është fjala se nuk i flet, nga se ka ardhur në për ajetet ndryshme se Allahu azza wa jall edhe pa besimtarëve dhe mëkatarëve ju flet, ikhsa'u wa la tukallimun, mirë po nuk janë fjalë miradije, nuk janë fjalë që pi fol dikuna që Zoti është i kënaqur me ta,
përkundrazi, ndoshta nëse ju flet për shkak se është hidhruar, nuk i pastron tash këtë dunja zemrat dhe veprat e tyre, mirë po edhe nesër prej mëkateve, e që gjithë kemi nevojë më pastruar, më na fal mëkatet e nesër ditën e gjykimit. Edhe e tretën, Allahu Azza wa Jall nuk i shikon, edhe kemi sigur se nuk është fjala se nuk i shikon, se Allahu Azza wa Jall shikimi i tij e përshkron çdo gjë që ekziston, edhe nuk ka mundësi të fshihet shikimit të tij asgjë, mirë po fjala se nuk i shikon me një shikim të rahmetit, me një shikim domethënë të afërsisë e kështu me radhë. Atëherë në hadithin e parë i ka përmend plakun e pamoralshëm, e ka përmend mbretin që gënjen, edhe ka përmend të varfërin i cili është mendje madh. Ndërsa këtu pe i përmend ata që i mojnë rrobat zhag për toke. Ky është i pari. I dyti është domethënë në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam el-Mannan, ai i cili ju bën njerëzve mirë e ja përmend mirat që ja bën, edhe i treti është ai personi domethënë i cili kur shet mallin e shet të tij duke u betuar edhe atë u betuar rrejshëm. E para tyre mëkateve, mos na bëv Zoti prej tyre, është njeriu me i majt rrobat, teshat e tina, me ecë zhag për toke, me ra nër zogun e këmbës. Zogu i këmbës janë këta dy ashtat anën e jashtme në fund të këmbës, realisht që të janë domethënë dy zogë të këmbës, edhe thjesht ka në për hadithet të ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thonë se çdo gjë që është në rrezik këmbës është në zjarrin e xhenemit. Ka në hadith tjetër të vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thonë ngritte teshën tonë, izar është ajo tesha që veshet në ihram, nëse dini kush ka bëu umrë ose haxh, ajo pjesa që veshet prej belit e të poshtë është domethënë izar. E ka thonë mbaje në mes të këmbës, domethënë mes gunit edhe zogut këmbës. Mirë po edhe nëse e lëshon, lësho më poshtë prish punë, mirë po jo në nivel domethënë zogut këmbës. Ka në hadith tjetër të vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili lëshon në zogun këmbës dhe ngrit rroba domethënë zhag, Allahu Azza wa Jall nuk ka më shiku nesër në ditën e gjykimit. Ka në hadith tjetër kur ka dëgjuar Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha, e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këto hadithe që më ngrit domethënë rrobat më lart. Thotë ja Rasulullah, po na jem gra. Thotë atëherë lëshoni një plom pej mesit, domethënë mesit xhurit dhe zogut këmbës, pej aty lëshoni një plom. Thotë ja Rasulullah, po një plom nuk mjafton se realisht po zbulohen këmbët. Atëherë thotë lëshoni sa një krah, kraha është domosdoshmë prej fundit brylit deri te fundi i gishtave, edhe jo më tepër. Vetëm të ky hadith kisha pasë hormonal me para e kanë pas dërt gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gratë e sahabëve kom të mos më dok. Funi komve, ajo që hin në modon kpuc, që jem mos mu shfaq e mos mu zbulu. A para mendot domethënë në kohën bashkëkohore, gratë tona, vajzat tona, motrat tona, faktikisht domethënë edhe çështjet intime vetëm që nuk janë duke i zbuluar. Kjo është dallimi mes atyre edhe neve, e çysh i kanë pas ata punët, çysh i kem ne. Edhe në ditë kam cekur dikon tjetër kam thonë se kanë thonë pe selefit shumë prej tyre që më u kanë ringjall sahabët e më na kanë po neve gjendjen tonë, kishin thonë se për këta njerëz nuk janë të besu ditën e gjykimit hiç. Se realisht me besu edhe gruaja ditën e gjykimit nuk ish desh ashtu, edhe burri me besu ditën e gjykimit, ish fal, ish kon domethënë më moral shumë me kështu me radhë. Mirë po, kur e ka dëgjuar Ummu Seleme se realisht po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngritte domethënë me ngrit domethënë rrobat mos me tra zhag në zakt këmbës. Me herë ka hi, e ka kuptuar që edhe gratë po hika aty, e na çka më bë. Atëra aty nuk i ka leju për arsye domon të avretit, domethënë që me zbrit, që edhe domon një plom e që s'mjafton një plom domethënë edhe një domethënë një krah që më mbulu avretin. Për ndryshe realisht kuptohet që këto hadithe janë të përgjithshme.
Se kështu i ka kuptuar edhe Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i ka dëgjuar pejgamberin sa sem duke thonë që Allahu nuk e shikon atë person i cili nga mendjemallësia iman, domethënë në rrobat nërzakomës. Edhe ai ka qenë njëri shnet lig i dopt ka shëndeti. Edhe rroba tina ndonjëherë ka shku edhe më poshtë. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se unë jam domethënë tu e pas dert. Mirë po njëna pjesë po më rrshet, po më shkon më të poshtë, se hallik domethënë. E thot mos ki dert Abu Bekr se ti nuk je pe atyre të cilat jetu i mojt, domethënë prej mendjemallësisë. Thjesht këto hadithe që i ceka, të gjitha janë të vërteta. Mirë po, është e padrejt në qoftë se e cekom këtë mesele, pa e ceka dhe mendimet e dietarëve sa i përket kësaj mesele. Se realisht është haram me mojt nërzakomës, apo ka dhe mendime ndryshe. E më po du mi ju të regu se në fillim për disa sene ka i gjma që nuk ka khilaf në to. Qofse bëhet rroba nërzakomës me një madhësi, këtu me i gjma dhe më thonë është që realisht është haram. Qofse është gru e mon nërzakomës, dhe më thonë me i gjma asojnë i lejohet. Qofse realisht ka në rast urgjent, si në rastin e hallit të Abu Bekrit, apo që shka në disa raste pejgamberi sasëm kur është në zonë dielli, dhe më thonë prej ngutës ka dalë në xhami më falë, e thonë e ka ngredhë rrobën zhag e rasta tjera, në kësi rastesh edhe kjo dhe më thonë me konsenzus lejohet. Apo runa zët ka njeri u hall, ka smuj, që pa tjetëri duhet me majtë nërzakomës, dhe më thonë në rrobën, edhe këtu lejohet se më ndafshi parim për burrat është haram, mirë po në rastet caktuara, në qoftë se njeriu ka një smundje si rastin konkret zebën, ka në hadithin në shariatet tonë se është e lejuar. Edhe në këtë rastin e rrobave nërzakomës, qoftë se njeriu do më thonë ka nevojë shëndetësore, nuk prish punë. Pra thjesht, qoftë se bën për mendjemallësie ka konsenzus që është haram. Qoftë se është gru, ka konsenzus që i lejohet nërzakomës. Qofse ndonjëherë prej ngutis apo prej hallit thjesht, në mund që ka pasur Abu Bekrit e mon nërzakomës nuk prish punë. Qofse rrel e mon për arsye shëndetësore nuk prish punë. Mirë po tash po dojna me fol jashtë qytyne 4 gjërave. Në njeri i shnosh si molla, si unë edhe ti. Edhe me i majt nërzakomës, a është haram, a është mekro, a është e lejume. Në parim, djetarët ndohen në 2 grupe. Grupi i parë, e cilët janë shumica e djetarëve, edhe të mëdhëhebeve, që thonë që nuk është haram, e ata mas andej kanë mos pajtime, disa thonë është halal krejt, e disa thonë veç mekro. Edhe mendimi i dytë i djetarëve, është që është haram, duke u mbështetur në to hadithet që i ka pak më herët. E në cilat argumenti janë mbështetet atë që realisht thojnë që bën apo është mekro. I mbështet pikërisht që të hadithin e Abu Bekrit, kur e ka takuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pa që po i shkon zhag një pjesë e rrobës së tij, edhe pse ai thotë unë po mundohena me ngritja Rasulullah, edhe po i rri gati në farforme kam kasavet, ose po sekletona për këtë punë. E thotë Abu Bekrit nuk ka dert se realisht ti nuk je prej atyre personave dhe më thonë që e bon për mendjemallësi. Kjo është argumenti kryesor pothuajse i tyre. Mirë po këti argumentet djetarët ju kanë përgjigj edhe i kanë thonë se realisht në parim Abu Bekri si ka majt në nërzakomës. Abu Bekri ndonjëherë ka rënë në nërzakomës. Se zakonisht u mundu me i nejt gati dhe mos me i majt në nërzakomës. Ati që po e bën me të kast prej fillimit, në mos o krasëm e Abu Bekrin, se Abu Bekri po munuat mos me majt nërzakomës. Mirë po ndonjëherë për shasin për i bin nërzakomës. Ati prej fillimit me të kast me qëllimi të i bajt nërzakomës. Kështu që mos o krasët ti me ta. Plus aj edhe kur për i bin, po munuat me ngreja dhe me qup nërzakomës. Edhe e treta thujnë,
kur i ka thonë në Abu Bekrit se ti nuk je të majt për mendje madhësisë, i ka thonë pejgamberi, e për ty kush është dëshmitar që nuk je të majt për mendje madhësie? Po duhet që më nalë këtë punë se unë e di këtë mesele për 30 vjetë kur disa vllazni kanë filluar me praktiku këtë sunet, ose me lëshu mjekrën, ju theshin këta me mjekra me pantoll shkurt. E kjo ka arë në fejnë tonë, edhe mjekra sunet e pejgamberit dhe pejgamberëve, sahabëve, edhe kjo mos mi majtë në rëzakomës, ama krejt dhe më thonë i akuzojshin këta njerëz, si me konë të devjum e si me arë me fejtë tre. Tash ka ndru moda, po thuaj se s'ka mashkull që s'ka tash kohën bashkuare për të rive që s'ka mjekër. Në më thonë tërë kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u do kemi akuzuar ata si devjum, e kanë ardhur me fe tre. Tash që u bë mod, domos s'të ka gajle. Përpara kur domethënë para 30 vjetë disa tri mojshin pantoll pak më të shkurt, domethënë i e fyshin e me toli fare etiketa, tash që u hin në mod. A keni dëgjuar se tash u hin në mod këta trit më majt në mizë komës. Domethënë tash për mod po bëj ka dhe më shumë mjekrën, edhe po bëj kam i majt në mizë komës. Atëherë kur na ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shumë mjekrën edhe më bë këtë punë, domethënë gjoj shumë arsye e akuzoj shumë tjerë e kështu me radhë. E mendimi i dytë është, domethënë nuk është i shumicës, mirë po është për mendime më të sakta që realisht domethënë njeriu qofse i mon pa arsye në rrezakomës është i kërcënuar, që ka thonë pejgamberi sa sem e pjesë me konzerv në xhenemit. Qofse runa zot kësone ja shton edhe mendje madhësin, e ka edhe një dënim ekstra që Zoti nesër në ditën e gjykimit nuk ka me e shikua atë. Pse po e them këtë? Thash ju përgjigja asaj punës të Abu Bekrit. Mirë po në Sahihun e Buhariut, kur është plagosur Omer radiallahu ta'ala anhu në namaz edhe për asaj plagë ka vdekur. Ka jetuar disa orë, një ditë e diçka, pas asaj plagosje. Kanë ardhur njerëz se kanë vizitu, edhe kanë folë fjalë miradije për të dhe kanë lavdru. Pe tyre ka qenë një djalë i ri i cili ka ardhur dhe ka folë për të. Mirë po në zaval shpirtit që i thëmë na, se çka hëngte, çka pike, i delte pejzorëve se realisht barkun e kishte këtë dhe mund të qelën për i thikës, që kishte goditur ai Ebu Lu'lu el-Majusi. Në qatë gjendje, për shë që ky djalë i ri po folë fjalë të mira, mirë po rrobat i ka nërëzë komës, teshat për i shkojnë zhag, edhe për i thëtë ngrete teshën tone, se është me e pastërt për të, edhe me e devotshme për Allahun Azza wa Jall. Pra thjesht që kjo është kuptimi i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në prag të vdekjes, të dhonë shpirt, i plagosur sa çdo sen që hanke e pike i dilke, domethënë nuk i qëndron të bark, realisht po i bjen men me i fol dikuna që realisht domethënë mos i moj të kashat zhag për tokë, nga se kjo është edhe me e pastërt, edhe me e devotshme, edhe nuk harxhon material koti domethënë mi çu në rrezakomës, edhe nuk ju përgjon grave se gratë domethënë duhet me mlu avretin e me i mojt agjgat e shumë arsye të ndryshme domethënë që me e kuptue që realisht qofse je musliman edhe je mashkull pa arsye mos i moj në zakomës. Thash këto janë dy mendime. Nesër në ditën e gjykimit Allahu ku më gjyku cili është mendimi më i saktë. Qofse është domethënë e lejuar, elhamdulillah kur far domethënë përgjegjësia skise ti e ke marrë për mizë komës. Ama me kon mendimi tjetër i saktë që është nxjerrë në xhenemit, ai i cili i mon në zakomës, ti çfarë përfitove, çfarë rrezikove, domethënë këtë punë, edhe më thonë se pas ka mos pajtime mes dietarëve. Kjo domethënë zënova këtë mesele pasi që erdhi rasti me fol në lidhje me të, ndërsa çështja e dytë që ka ardhur në këtë hadith, ka ardhur el-Mannan. El-Mannan apo el-Man në gjuhën arabe i ka dy kuptime. Një është mja bë dikujna një të mirë, e mja përmen, edhe një është me i paksu gjërë njerëzve. Felehum ejrun gajrun memnun, kur ka folur dhe më thonë për disa besimtarë Allah Azza wa Jall, thot atyre ju takon shpërblimi i pa munguar, i pa paksuar, se që kjo fjallë është dëmon ka ardhë tekstualisht, që i bije se edhe kjo mja u përmen njerëzve që ju ke botë mira,
Mirë po edhe mi paksu gjërat që i realisht i ki hak mja u dhonë. Dhe me dhonë zeqat e kini me euro, zeqat thu jella bollën 500 mja u dhonë. Ose nështë edhe në kanar. Realisht, në më thonë paksan gjërat. Fawailu lil mutaffifin, alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mirë për ata të dhe më thonë në peshore bojnë dëllaver, qofse masin e kam për vete e marrin hakun e tyre 100%, ndërsa kur është pyetje mja dhon hakun tjerëve, fillojnë dhe më thonë me bahile e mos mja dhon hakun tjerëve. Kjo është një prej kuptimeve, edhe pse kuptimi barsor, edhe në këtë hadith, shumica dietarëve thonë mirë, po edhe në para jete ku ka ardhur, është fjala që mja u përmend njerëzve që ju ke bë mirë. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata që i japin pasurinë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, atë pasuri që e dhojnë nuk e pasojnë duke u përmend njerëzve apo duke i shqetësuar, të tillët të takojnë domethënë shpërblimi i madh, edhe nuk kanë frikë edhe pikëllim nesër ditën e gjykimit. Apo ajeti tjetër, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, një fjalë e mirë. Qaulun ma'ruf wa sadaqa, qaulun ma'rufun wa maghfira, një fjalë e mirë, apo një fjalë domethënë falje, është më e mirë se një sadaka e cila pasohet me të përmende. Apo ka në jetën tjetër, tretën, ja ju alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, o ju që keni besuar, mos i shkatërroni sadakat, punët e juaja të mira, domethënë duke ja përmend, e ka krahasuar këtë person si ai personi që nuk beson në Allahun ditën e gjykimit. A ka shpërblim diçka i cili beson në Allahun ditën e gjykimit në vepra të mira? Çashtu është ai personi e runa Zoti i cili ja bën dikun në vepër të mirë, edhe ja përmend. Qoftë ajo mi dhon pasuri, të mira materiale më përmend, apo edhe hiç ndoshta si jap mira materiale, po ndoshta i ke ndihmu fizikisht. Ndoshta fizikisht nuk e ke ndihmu, po ndoshta ke ndërmjetësu, e ke shfrytzuar autoritetin, edhe më thon, a pe din që kush të ka shtim punë ty? Kush ka ndërmjetësu, domethënë me ta zgjedhat problemin në sene. Faktikisht, domethënë ja përmend ose që i ke ndihmu materialisht, ose fizikisht, ose ke shfrytzuar autoritetin tënd që më ndërmjetësua, më lehtësu në i punë, gjitha këto hin. Edhe në qoftë se thuat në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte. Se dikush në mënyrë indirekte s'ta thot, ja ka dhënë ndoshta një maqinë teshave, ja nuk i ta kum dhënë maçinën, po thot mashallah, teshat po zdritin. Të ja qitë nërmen kështë mashallah ta kum dhënë dëmon maçinën e teshave, e ke pas kumbila kështë më radhë. Thjesht si shembull për i ceku dhe më thonë që me të reguë se fatkeqësisht kjo është dukuri që është prezente shumë të njerëzit edhe mendojnë se realisht qoftë se diku në i bën mirë vetëm se e ke bo rëbë dhe ke bo sklav edhe ai ndaj teje me konë gjithmonë bërshli. Vetëm një rast, vëllezër të nderuar, thojnë dietarët lejohet, dhe më thonë njeriu më ja përmend ndoshta lejohet, s'po them që është e detyruar ose është e preferuar. Lejohet më ja përmend njëri të mirat. Qofse i ke bë mirë, ai domethënë ka mundësi me të kthim me të këqija, atëherë ka mundësi ka herë domethënë më ja përkujtuar, ndoshta më ja çel synin me gisht me i thonë që ka dalë se nuk ta kam bërçun e tyje, domethënë këto të këqija që po më kthen. Për argumente kanë marrë dietarët hadithin atë që e kanë hutbe, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shlirua Mekja, mas Mekjes ka qenë luftë, quhet lufta e Hunenit. Domethënë ka shkuar ka lufta ka Taifi atje. Edhe aty ka marrë pasuri, edhe Abu Bekri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jap 100 deve Abu Sufjanit, 100 deve atina, domethënë njerëzve të cilët realisht tash e kishin pranuar Islamin. Ma pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë këtë punë për një arsye, se ishin trishtë në Islam, e ditë që këta njerëz e kanë qef pasurinë, thjesht që me shfrytzu pasurinë që mi të rrinë nga Islami për shkak të autoritetet që e kishin. Mirë po jap këtyne që kishin hidhur në Islam, e këta të Medinës të cilët kishin sakrifikuar çdo gjë, s'pi jap kur gjë, sikur kishin dëgjuar fillon njerëz me fol ka pak. Edhe pi mbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pi thot: "A nuk ju kum pa gjetë të devijuar? Allahu ju ka udhëzuar përmes meje, pja përmend tash mirat. As ju kum pa gjetë, domethënë të përçarë, se domethënë ju kum treguar se në Medinë ju kanë dy fisë Auz dhe Khazraj që kanë luftuar 120 vjet mes tyre. Pejgamberi sa më ka shukët në vllavrasje dhe bashku. A nuk ju kum gjetë të varfër përmes meje edhe fesë që Allahu na ka dërguar jeni pasuru. Edhe thjesht
t'ia përmend disa të mira, ata thjesht pranojnë, mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju me dashur mi përmendni të mirat që më keni bë. Me të më thonë që realisht të kena besu kur këtë njerëz të kanë mohu, ta kena qelë derën kur këtë tjerë të kanë refuzu e kështu me radhë, edhe ju ka thonë as po keni qef, dhe më thonë që këta tjerë të po kthehen me deve në për shtëpiat e veta, e ju keni mu kthy me dine prap me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa mëkati i tretë është el munfiqu sil'atan bil half al kadhib, është ai personi i cili domethënë bën shitblerje dhe shet mallin e vet duke gënyer edhe duke bë be, domethënë edhe duke gënyer. E sa njerëz të tillë janë, sidomos kohën bashkëkohore, fatkeqësisht edhe mesin e muslimanëve, se kur ti thush sa është që kjo, i thot çka që ka çmimin. I thush shtrejt, për shembull thot 10 euro, i thu pak shtrejt bre, thot pasha zotin non e kom ble. A se ka ble non është ta heq? Ose të thot pasha zotin non e gjys vetë sa me dhan joni për ateje. Se ka dhon kërkush heq. Ose të thot pasha zotin nuk ka më të mirë dhe më të kvalitet se kjo, ashtu të heq. Realisht dhe më thonë mundohet me çdo kusht, ose të jeshu mallin e vetë, ose të tregu kështë e kom ble shtrejt, ose më ka thonë dikush dhe mon qatë çmimin që me apte kështë më radhë, edhe të bo be dhe më thonë që realisht që kje punë është që shtët. E fatkecia është ashtë edhe të muslimant, fatkecia i shetë dhe më thonë edhe dhe njerëz fëmijën, ja u ka mësue dhe më thonë çdo të fjallë, edhe në qëfë se shetë diçka, dhe më të shit të bo be, e të shit të bo be dhe to, fatkecisht rrejshëm, e pra thujnë djetarët, kjo është, dhe më sahi e shetë mallin, me hu bereqetin, ka mundësi që njeriu në mashtron, me ato be tua të përsëritura, mirë po realisht dije që e ke hup, dhe më thonë bereqetin pasujës tënde, edhe dije se realisht i ke bo 4 mëkate në këtë punë. Mëkati i parë është që ke rrejt, se so që ashtu të qyshe ke thonë. Mëkati i dytë, thojnë djetarët, është se ke bo be. E realisht edhe me konë të e thonë dë vërtetën, me bo be është ndaluar edhe nuk është e preferuar. Uhfadhu ejmanekum, ka thonë Allah Azza wa Jall, ruani betimet e juaja. Mos i merrni dhe më thonë emrin e Zotit, dhe më thonë për me shite me blem, e thjesht dhe më thonë me i realizu interesat e juaja. Ruani betimin e Allahut Azza wa Jall, se pejgamberi më ka mësuar se kur vjen dikush e të bën be, prano, besoj. Mirë po çaj që bën be, duhet me pas kujdes, dhe më thonë kur bën be, edhe në qoftë se tu e thonë të vërtetë mos me përdor ben pa nevojë, ato të madhe. Pra ky personi që po bën be, realisht kur farë vlerë për ta s'po ka beja. Po gënjen, po rren. E treta, dhe më thonë, është duke e hungur mallin e atij personit, dhe më thonë haram, se është pa hak ajo pasurije, dhe më thonë që është duke e marrë në këtë formë, edhe katërta për momentin është më ka dalë për meq, dhe më thonë që e cekon djetarët për i 4, dhe më thonë të këqijeve që njeriu, dhe më thonë i ka kur të bën be rrejshëm për me shit një mallë mirë po, edhe në atë herën e kaluar, kur kam spjeguar për të hadithin që 3 persona Allah nuk i sheh, nuk i shikon, nuk i flet, nuk i pastron, e kom përmend plakun i cili është i pamoral shumë, se s'ka nevojë me bëj moral, e moralitet se është plak. Zakonisht në këtë kohë epshi, dhe më thonë, dëpsohet, mbreti i cili gënjen se nuk ka nevojë se pse kuna kam i gënjy, kuna i tutet që me gënjy. Ose i varë fri i cili është mendje madh, pse me majt mendje madhësi kur s'ki me çka. Threlisht e kanë pas një emrus të përbashkët ata 3. Po bënet bindur se këta 3 kanë një emrus të përbashkët, ajo është mendje madhësia dhe egoizmi. Se ai personi i cili realisht e mon rrobën zhag, ka një farë mendje madhësie që dën modok, dhe më thonë që është dhe më thonë maj veçantë. Ai personi i cili ja përmend njerëzve e sheh veten pak më të lartë
se ju ka bën njerëzve të mirë, edhe realisht tjerë dëmon janë për dëmon të nevojshëm, edhe dëmon nërto, edhe do të m'ja përmend mirë, po edhe ky personi i cili dën me i mashtru njerëz të shitblerje, kjo e këshyr veç egon e vete, edhe me ngi vete, edhe me fitu sa ma tepër, nuk e këshyr domethënë interesin e tjerëve, edhe thjesht këta tret janë mëkate ndryshme, po emrusin e kanë përbashkët, ose kanë menimallsinë, ose egoizmin, apo dyja të bashkë. E lutim Allahun azza wa jall që mos na bën prej asnjërit prej tyre, mirë po të na ruan edhe të na pastron zemrën tonë, na ruan gjuhën tonë, veprat tona, na bën prej atyre të cilët dëgjojnë fjalë të mira edhe i pasojnë ato. E lutim Allahun azza wa jall që të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, na përmirëson gjendjen tonë, të familjeve dhe fëmijëve tonë, dhe të na ruan vendin dhe shoqërinë tonë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.